Shqipëria përkujton sot 81 vjetorin e çlirimit nga pushtuesit nazist. Ashtu si çdo vit, figurat më të larta të shtetit pritet që nga momenti në moment të zhvillojnë omazhe në varrezat e dëshmorëve të kombit, duke nderuar sakrificën dhe heroizmin atyre që luftuan për liri. Tirana është çliruar më 17 nëntor të vitit 1944, ndërsa veriu i vendit më 29 nëntor, duke shënuar dhe fundin e pushtimit gjerman. Kryeministri Rama përsolli urime përmes rrjeteve sociale. Në ceremoninë e pritjes për ditën e flamurit që bëri bashkë në Pallatin e Brigadave personalitetet të larta, Presidenti i Republikës theksoi arritjet e Shqipërisë me një mesazh serioz të saj në arenën ndërkombëtare dhe një partnere besueshme në mbar botën. Kreu i shtetit dha mesazhe për bashkimin e forcave për integrimin evropian. Në ditët e pushimit për festat e nëntorit, shumë shqiptarë zgjodhen të largohen jashtë vendit. Operatorët turistik thonë se më të preferuarat janë vendet e rajonit, kryeson Italia, pasi ka më shumë destinacione fluturimi direkte nga Tirana. Fluks është shënuar sot në pikën e kalimit gjatë ditës djeshme, pikën e kalimit kufitar të Kafshticës, nga gjithë ata që drejtoheshin Greqisë. Ish efektiv Igli Haxhia mohoi në gjykatë se dekonspiroi hetimet për grupin e Visit Pojës, por zbërtimi i bisedave të enkriptuara zbuloi edhe pazaret e tij me anëtarët e grupit kriminal. Reportëve mëson se Haxhia, i cili kërkonte para në shkëmbim të informacioneve, kishte 2 bashkëpunëtor. Nga bisedat provohet se ishte i përfshirë vetë në shitje, blerje dhe transport të drogës në disa episode. Sali Berisha, krye Partisë Demokratike, thotë se nuk është i shqetësuar nga takimi i Ervin Saljanit me më të votuarit e primareve dhe listave të hapura, duke mos e parë këtë takim si rrymë të re në Partinë Demokratike. Të njëjtin qëndrim shfaqi edhe ish kandidati Tedi Kopliku, i cili ndonë se ishte pjesë e takimit, u kujdes që të sqarojë se ishte thjesht një bisedë miqësore mes demokratëve. Alarmet për sulme ajrore janë aktivizuar në Ukrainë gjatë natës, ndërsa Rusia lëshoi qindra raketa dhe dron drejt Kievit. Një person u vra, 15 u plagosën. Disa ndërtesa banimi, duke përfshirë edhe një ndërtesë 25 kaçe dhe një 14 kaçe, si edhe makina e ndëmtuar në shkallë të ndryshme.